janë hedhur bomba shurdhuese, bomba zhurme të fuqishme, të cilat edhe ato kanë plagos qytetar. Janë vërsulur me egërsi dhe me qëllim ndaj deputetëve të cilët absolutisht veç se ishin garant të kryengritjes paqësore. Për të gjitha këto dosjet do shkojnë në prokurori, sigurisht që prokuroria nuk pritet të bëjnë ndonjë veprim, por dosjet formuluara do shkojnë me besimin se drejtësia vonon, por nuk harron. Për sa i përket deputetëve, mendoj se ata duhet të qëndrojnë në fund, nuk mund të them se kush ka ikë e kush s'ka ikë, por deputetët duhet të qëndrojnë gjërë në fund dhe ju e patë që dje në mënyrë selektive, në të plagosur, të dëmtuar, ishin një grup i gjerë deputetësh, ndaj të cilëve dhe drejtuesisht, ndaj të cilëve u hodhen direkt spraj i ariut, u goditen me shkop dhe me mjetet tjera. Nesi Spaho, sipas një raportimi në media, kryetari i Bashkisë Gjirokastër dhe 18 punonjës të bashkisë, meshkuj dhe femra, rezultojnë me sëmundjen AIDS. Si e komentoni këtë situatë? Nesti, ky është një lajm media që kërkon verifikim, por në qoftë se kjo është të vërtet, ai që përhap sëmundjen me vetdije, ai është një kriminal që ndëshkohet nga ligji në Shqipëri dhe në çdo vend të botës. Nuk mund të them edhe një herë sa qëndron ky lajm mediatik. Gens Korea. Përshëndetje doktor, nuk e di a jeni në dieni, por para pak ditësh mes maleve të Marianit në Maliq, humbi jetën Alban Beleri. U thonte çdo ditë 45 kilometra me makinë nga Bilishti dhe 4 orë në këmbë, vetëm për 2 apo 3 nxënës që ishin në atë fshat. Megjithëse kishte bërë kërkesë për transferim, kërkesa e tij nuk u mor asnjëherë parasysh. Jo vetëm kaq, por s'kemi dëgjuar asnjë mesazh ngushëllimi nga ana e Ministrisë së Arsimit. Si mund sillet një qeveri kështu me mësuesit? Faleminderit. Albani është një dëshmor i dheut, një mësues hero i vërtet, një misionar i pavdekshëm i arsimit shqiptar. Aju është viktim e diferencimit politik të kësaj qeverie banditush, kësaj organizate kriminale. A ishte njeri shëmbullor, njeri nderuar dhe unë i shpreh familjes dhe komunitetit ngushëllimet më të ndjera.